Rëfet Ema Andrea, martesa nuk është për mua. Gjatë një interviste të veçantë, aktoria e njohur Ema Andrea u përball me pyetje të sinqerta dhe shpesh të papritura të gazetarëve të vegjël me shumë natyrshmëri. Ajo foli për dashurinë ndaj skenës, pasionin për aktrimin dhe ndau edhe disa copsa nga jeta e saj personale. Ishte një pyetje ajles vogël që nxori në dritë një aspekt më të thellë të jetës së saj private. Ema Andrea rrëfeu se nuk ka ndërmend të martohet pasi tashmë e ka dhënë zemrën tërësisht profesionit të saj. Ajla e vogël e ka pyetur: "Mua mami më tregoi një foto tënde kur ishe veshur si nuse. Mos je martuar ti?" Moderatoria: "Është martuar, është trashëguar." Ema Andrea duke buzëqeshur: "Po, u martova dhe unë. E kam bërë atë hap. Të gjithë bëjmë disa gabime në jetë dhe unë e bëra timen." Moderatoria: "Keni frikë të martoheni sërish?" Ema Andrea: "Jo, ishte një shaka qesh." Moderatoria: "Edhe pse ende një dëshirë? Apo keni ende një dëshirë të fshetë?" Ema Andrea: "Jo, faleminderit. Martesa është një gjë shumë e bukur, por nuk është për mua. Nuk kam frikë prej saj, por sot jam e martuar me profesionin tim që e dua me gjithë shpirt. Mund të jetoj e pa martuar, por e dashuruar gjithë jetën."